don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it. I got facts over tracks, this and that. Spitting slow, spitting fast. I could roast, I could gas. Think I'm okay at last, but I don't know if that can erase all the past. And the pettiness, a reflection of the emptiness. Hilarious, you think you're worth my time, you're delirious. Mysterious, because who I behind a fake exterior. Inferior, you know I'll always be a bit superior. Get off of me, this ain't no humble brag. I want you to hear words, you can say them back. I want you to feel free from the chains at last, and to believe in what you got, it was built to last, yeah. Now that I've been through hell, I never got anyone's help. I had to do it all myself. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Gonna learn the consequence of being incompetent. Mental health is confidence, dreams and some honestness. I'm not here to save the day, that's for you to take away. I could play a million mind games, but instead I say something not illogical, something that is topical. Rub it on and watch it go, make yourself unstoppable. It's possible, but the hell is possible. If you just believe, being so remarkable. Thoughts in my head, a collage and they spread. I'll be great one day, going off of my meds. No, I'm not giving up, no, I'm not giving in. I will make it to the top, taking off in the wind. I gotta make it, I'm saving every day to taste it. I'm patient, but my mind, it can hardly take it. I'm chasing a dream that I've had for several ages. A vacant modern kingdom for the taking. Now that
flokën bërë. Yeah.
Emër të Atit, të Birit dhe të Shpirtit Shenjtë. Hiri i Zotit tonë Jesu Krisht, dashuria kryeta dhe ndihimi i Shpirtit Shenjtë qoftë me ju të gjithë. Vëllezër dhe motra, përfillojmë mishën shenjtë. Këtë mishë ja përshoj Zotit për Palin dhe Kristinën, të cilët gjatë kësaj veshje do të pranojnë sakramentin e koronës së shenjtë. Pra, fillojmë jetën sakramentale, prandaj lutim Zotin, që Zoti të bekan jetën e tyre, që të kemi gjatë dhe të lumtur. Ata sot do t'i premtojnë njëri tjetrit dashuri dhe besnikëri. Prandaj t'i lutemi Zotit që gjithmonë këto premtime që ata sot do t'i japin njëri tjetrit, mund edhe t'i realizojnë në jetën e tyre bashkëshortore. Lutim Krishtin që t'ju ndihmon gjithmonë dhe ta kenë mbështetje dhe në përkapjen e realizimin e gjitha dëshirave të tyre. Prandaj ju ftoj edhe juve që këtë dhuratë që Krishti na ka dhëruar, që është misha shenjtë, misteri më i shenjtë që kemi në besimin tonë, që e kremtojmë në kishën e shenjtë, që t'ia pushtoni Zotit për të, që Zoti të bekon jetën e tyre. Prandaj përdojmë për gjitha mëkatet tona, kërkojmë falje për to, për të qenë sa më të denjë për të kremtuar këto mistere të shenjta. Po i rrafehem, kjo të gjithë koshtërësha dhe juva vlezër e motra, se kam gatnuar shumë me mendime, me fjalë, me vepra dhe me dëshime për fajin tim, për më të madhen fajin tim. Prandaj po i porositëm se lumës Mari gjithmonë birqe, të gjithë engjëjve, shejtërve, dhe juva vlezër e motra, që t'i luteni për mua, Zotit hyuto. Hyj gjithë pushtetshëm pas të mëshirë për ne në falë të mëkatet tona dhe në përcjellët në jetën e pasosur. O Zot, ki mëshirë. O Krisht, ki mëshirë. O Zot, ki mëshirë. Të lutemi. Bëj po të lutemi, o ky i gjithë pushtetshëm, që këta shërbëtor të tu, Pali dhe Kristina, që po lidhen në sakramentin e martesës, të përparojnë në fejnë që rëfejnë e të pasërojnë kishën në fëmijët e tyre. Në për Zotin tonë, Jesu Krishtin, birin tanë, që në ty ata në mbretnon, në bashkim me Shpirtin Shenjtë hyj për të gjithë shekuj të shekujve. Amen. Lecetët e letrës së parë në gjotin të apostëve të dashur të dëftuar njëri tjetrin, sepse dashuria vjen nga hyj, dhe secili që ka dashuri ka rritët prej hyjet e hyjet e një. Kush nuk ka dashuri nuk e ka njohur hyjen, sepse hyji është dashuri. Ja si dëftua dashuria hyjet e një. Hyjet e gajnë në botë një të vetë në vitën e vetë, që ne të jetojnë në sajet e tij. Dashuria përballet në këtë, jo se ne e kemi dashur hyjën, por ai na ka dashuruar dhe ka dërguar birin e vetë se ti pajtuese për mëkatet tona. Të dashur, nëse hyjë na ka dashur ashtu, edhe ne na duhet ta duam njëri tjetrin. Hyjën askush nuk e ka. Nëse e duam njëri tjetrin, hyjë mbetet në ne dhe dashuria në ne është e përgjithshme. Fjala e Zotit. Mos më flakë nga këtyre sate, mos e që të e mirë shpirtin të në të shetë. Ma kthe gëzimin e shpirtit tënd dhe më forco me shpirt të gatshëm. E unë do të amësojmë të ka rrugën e shpirtit
Ky është dashuri, të duam njëri tjetrin sikurse ky na ka dashur ne. Të dashur fakët e Kristina, e ljarë të dashuri të Zotit, që dashuria e juaj të rusët të Zotit me punën e shenjë parabashtuse të kishës të para kësaj bashkësimi. Këtë dashuri Krishti e bekarë në begatit. Ai pasëron dhe i përcën ata që i ka shugëruar me pagëzimi një sakrament të veçantë, që njëri tjetrin t'i anuj besnikrinë e përhershme dhe t'i banë mbi vete të tyra tjera të martesës. Prandaj, para kishës për ju pësë për qëllimin tuaj. Palë dhe Kristina, a keni ardhur të të bashkë të rrugim që me lirit të plot të bëni koror shenjë. A jeni të gatshëm që gjatë tërë jetës suaj të martesë të duani dhe të nderani njëri tjetrin. A jeni të gatshëm të pranoni prej hyjt me dashuri fëmijët dhe të edukoni sipas ligjit të Krishtit dhe të kishës së tij. Pra pasi keni vendosur të bëni kororën e shenjtë të martesës, jepjeni njëri tjetrit dorën e djathtë dhe para hyjt e para kishës së tij shprehni pëlqimin tuaj. Pal apo e merr Kristinën për gruan tënde dhe i premton se do të harruesh besnikrinë të mira në të vështira, në shëndet të mirë dhe në smundje, se do ta duash dhe do ta nderosh në të gjitha ditët e jetës së. Kristina apo e merr palin për burrin tënd dhe i premton se do të harruesh besnikrinë të mira në të vështira, në shëndet të mirë dhe në smundje, se do ta duash dhe do ta nderosh në të gjitha ditët e jetës së. Pëlqimin tuaj që ndërtuat para kishës, Zoti pranon në mesinëve dhe ndikon të ju bekimin e vet, çka ju bashkon njeriu të mos ndaj, në vërtetë liret në të shpirtit shenjtë. Amen. Tani në të bekimin e unazëve. Zoti i bekoft këto namazat që të t'ja jepni njëri tjetrit në shenjë të dashurisë dhe të besnikërisë, në mërtatet e të birit dhe të shpirtit shenjtë. Amen. Faleminderit namazën e Kristinës. Kristina këtë namaz që po ta dhuron pali, mbaj në shenjë të dashurisë dhe të besnikërisë, në mërtatet e të birit dhe të shpirtit shenjtë. Amen. Kristina Mera. Pali këtë nësë që të adhoran Kristina, mbaj në shenjë të dashurisë dhe të besnikërisë, në mërtatet e të birit dhe të shpirtit shenjtë. Amen. Lutje tjera, kororës së shenjtë, i kemi gjatë meshës shenjtë, e tani vazhdojmë në meshët duke lutur Zotin që të bekon jetën e Palit dhe të Kristinës. Mund të ulemi dhe vazhdojmë në meshën.
Lutën i vëllezër dhe motra që flia ime dhe juja të dele përqyshme para ky jetate të gjithë pushtetshëm. Zote pravno fjeri për dorëve të tua, aja dalë për nderën e ti të emrit të ti, si dhe për dobin tonë të mbarë ishës e ti të shumë. Pranoj sa lutet tona dhe kushtet që po t'i paraqesin për ta shërtor të tu, të bashkuar me një beslidhje të shenjtë, beqën e saj të këtyre mistereve, të forconi dashurinë e tyre dhe në hirin tanë, ne për Krishtin Zotin tonë. Zoti qoftë me ju. T'i lartësojmë zemra. Të falenderojmë Zotin hyjen tonë. Për një mendesh punë e dengë dhe drejtër të tyre jena dhe bërim shpëtimi, të falenderojmë gjithmonë e gjithkohë. Ky o Zot Pati Shenjtë, hyj të gjithë mbështetshëm dhe mëshirë. Ti njeriun e krijuar për mirësi sate, aq parë të lartësove, sa që në bashkimin e burrit e të gruas në la përgjasimin e vërtetë të dashurisë sate. Sepse atë që ti e krijove nga dashuria, ti nuk pushon se ftuarin e ligjin e dashurisë, që të ketë pjesë në dashurinë tënde të amshirshme. Sakramenti i martesës së shenjtë shenjë dashurisë sate, shukuron dashurinë njerëzore nëpër Krishtin Zotin tonë. Ne për te, me engjë dhe me të gjithë shenjtët, po të këndojmë himnin e lavdisë sate duke thënë pa pushim. Shenjtë, 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 Zotë i gjësisë, që dhe tobe, në din tënde, osana në rësi që vore. Në të vërtetja shenjtë o Zotë bërimi që dhe shenjtërije, ty pra po të lutemi, shenjtërojnë këtë dhërata me hirin e shpirtit tanë, që të bëhen për ne korpi e gjako i Zotit tonë Jesu Krishtit. Ai kur vullnetarisht po pranon të mëndimet, mori bukën, të falenderoj, e theu u adhanë cënsve të vetë dhe tha, merrni e hani të gjithë prej këtij, ky është korpi im që do të flijohet për ju. Po ashtu pasi u kryedarë ka mori dhe kelkun, përsëri të falenderoj, u adhanë zënsve të vetë dhe tha, merrni e pini të gjithë prej ti, ky është kelku i gjakut tim, i beslidhjes së re dhe të amshuar, që do të derdhet për ju e për shumë njerëz për faljen e mëkateve, bëjeni këtë në përkujtimin tim. Misteri i fesë. Prandaj sot duke e përkujtuar vdekjen e ngjallën e të birit tanë, po të kushtojmë bukën e jetës dhe kelkun e shpëtimit, e po të falenderojmë që na lejove të qëndrojmë para teje dhe të shërbejmë ty. Po të lutemi me përvojtëri që Shpirti Shenjtë të na bashkojë në një trup të vetëm, të gjithë ne që po marrim pjesë në korpin e gjakun e Krishtit. Dhe të bjerë në mendë sot për kishën tonë, të shpërndarë në katër anët e botës, për sasën e dashuri, bashkë me papën tonë Franciskën, me i peshvin tonë Dodën dhe me gjithë vlerin tonë. Dhe të bjerë në mendë edhe për vëllezërit tanë e motrat tona, të cilët pëshuan me shpresë të ngjalljes, edhe për të gjithë ata që vdiqën në mëshirën tënde, pranoj edhe ata në dritën e ftyrës sate. Po të lutemi ki mëshirë edhe për ne të gjithë, që të bëhemi pjesëtar në jetën e pasosëve, në Marinë Virgjën, Ylindëse, në Shën Jozetin, patën e saj, me shenjtërit apostujt dhe me të gjithë shenjtërit, që gjithherë të pëlqyem, që të madhrojmë dhe të lëvdojmë me për Jesu Krishtin, birin tanë. Ne për Krishtin e me Krishtin dhe në Krishtin ty atë hyj i gjithë pushtetshëm në bashkim me Shpirtin Shenjtë,
të qovë çdo nder e lavdi për të gjithë shekuj të shekujve. Me ratën të cilin në ka mësuar vetë Jezu Krishti, t'i drejtohemi atit tonë qellore. Ati ynë, që në qellë, të shenjë të ofë e vetë, artë mbretëria jote, të batë për mesa jote, si në qellë ashtë në tokë, rrugën tonë të përveçme, na jepë sot, na i falë fajet tona, si falën dhe fajtorët tanë, e mas në lërë të bimë të urdim, por në lira dhe i kishë. Lëzër motrat e dashër, me lutjet tona të thrasim bekimin e hyjet, mbi këta bashkëshar të rinj, ai që i pajisin në sakramentin e martesës, le të shoqëroj gjatë jetës në ndihmën e vetë. Pati shejt, krijuesi gjithësisë ti krijove burrën dhe gruan për gjasimin tënd, dhe bashkësinë e tyre mbushe me bekime të mëdha. Me përvojtëri po të lutemi për këta shërtor të tu, që sot janë lidhur në sakramentin e martesës, mbi këtë nuse Kristinën dhe mbi bashkëshorten e saj Palin, ardh të Zot bekimet e pasur, dhe fuqia e Shpirtit të Shenjtë ndez zemrat e tyre, që të lumtur në martesën e tyre, ta stolisen familjen me fëmijë dhe ta pastrojnë kishën tënde. Në gëzime të lëvdojnë ty o Zot, në pikëllim të kërkojnë ty. Bëj të gëzojnë ndihmën tënde në vështirësi, dhe të sprovojnë praninë tënde në nevojë, të marrin pjesë në lutjet e kishës sate dhe të jenë dëshmitar të tu në botë. E kur të arrijnë pleqërinë e lume, bashkë me këta me që për i rrethojnë, të mbrinë në mbretërinë qellore, në për Krishtin Zotin tonë. O Zot Jezu Krisht, duke tana apostujve të tu për le paqen për ja paqen time, mos i shikam katet tona për fejnë e kishës sate, jepi asaj si pas vullnetit tënë paqja dhe bashkem, ti që të në mbretënon në shekuj të shekujve. Paqja Zotit qoftë për herë me ju. Të shëndrojmë njeri me tjetrin shenjë e paqës. Ja qenë që hyjet ja që shtyrë në katët e botës të mëta që në të thirë në gëstinë e qenë. Kërte dhe qatë i Krishtë të ushtë për jetën e pasosër. Amen. Korpi dhe gjaku i Krishtit. 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 Mund të vërë.
Para se të me lutjen e fundit, japim bekimin e Zotit. Dëshiroj që në emër të motrave të nderit, që shërbejnë të familje dhe në emër tim, këraj Palin dhe Kristinën, duke uruar bekimin e Zotit, që është gjithmonë tëmpër. Vazhdoni të jetoni me Krishtin dhe gjithmonë do ta keni mbështetjen e ndihmën e Tij. Jetën shpirtërore, nëse do t'jeni të pasur shpirtërisht. Hire dhe bekimet e Zotit do të vazhdojnë të zbrasin lirë, sepse kjo është pjesa më e rëndësishme e jetës. Urej gjithashtu edhe dy familjet, si familjen Delia, gjithashtu edhe familjen Kulgega, që nga Pogradeci, njëkohësisht edhe i përshëndes. Urej këtë mitësi që keni lidhur nëpërmjet fëmijëve tuaj, që Zoti ta bekon dhe gjithmonë ta keni bekimin e Zotit. Dhe uroj që edhe të kthehej mirë në familjet tuaja, ju uroj rrugë të mbarë, Zoti ju ruajt. Të lutemi. Po të lutemi, o Ky i gjithëpështetshëm, që hiri sakramentit të martesës, të rritet vazhdimisht në këta bashkëshortë të rinj, dhe që fryti i flisë që kemi kushtuar të ndikojnë në të gjithë ne, në për Krishtin, Zotin tonë. Është bekimi i veçantë për Palin dhe Kristinën, pastaj bekimi për gjithë ju. Jezus i Zot, që mori pjesë në dasmën e Kanës, ju bekoft ju dhe të gjithë të afërmit tuaj. Amen. Ai që deshi kishën e vet deri në fund, e ndikoft dashurinë e vet në zemrat tuaja. Amen. Bëj Zoti që të dëshmoni ngjalljen e Tij, e ta prisni me gëzim shpresën e jume, ju dhe të gjithëve që jeni këtu pranë, ju bekoft dhe ju ruajt hyji i gjithëpërshtetshëm, Ati, Biri dhe Shpirti Shenjtë. Me shenjë ndihmoft, shkoni në pace.
Urime martesën falë të Kristina, vëllai i dashur, sot po bëhesh ëndër, duke hapur një kapitull të ri në jetën tënde. Deri sot kemi ndarë shumë gjëra bashkë. Na dukej sikur jeta pa njëri tjetrin nuk ka kuptim. Po edhe sot unë nuk ndjej se po distancohem nga te. Përkundrazi do jem afër teje në këtë kapitull të ri. Dua t'ju shoh të dyve të lumtur shumë. Prandaj urime martese. Jeta juaj qoftë e mbushur me kujtimet e mira dhe ëndrat e realizuara. Nga vllau Kastrioti Arjeta Ine dhe Gjergje. Urime!